Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 50 vjeç. Kam një shtëpi të madhe, një obor të rregulluar dhe bëj një jetë shumë të thjeshtë. Jam baba i një vajze, e cila tani është mbi të 20-tat e saj. Është ende e pamartuar dhe jeton bashkë me ne. Vajza ime ka pasur gjithmonë një rreth të ngushtë shoqërie në fshat, por njëra nga shoqet e saj të fëmijërisë ka qenë pothuajse si pjesë e familjes sonë. Ajo vajzë tani është 30 vjeçe, e që kur ishte më e vogël e deri në moshën 28 vjeçare, ajo e kalonte gjysmën e ditës në shtëpinë tonë. Vinte për të biseduar me vajzën time, për të pirë kafe apo thjesht për të kaluar mesditët. Mirë po që para se të martohej, unë kisha vënë re diçka në sjelljen e saj. Ajo ishte një natyrë shumë e hedhur dhe gjithmonë gjente një mënyrë për të më provokuar. Lëshonte fjalë me dy kuptime. Më bënte edhe komplimente për pamjen time apo për çfarë do pune që bëja, dhe shpeshherë buzëqeshja e saj ishte drejtuar vetëm nga unë. Unë jam një burrë që e njeh jetën dhe i dija shumë mirë qëllimet e saja, e sidomos në atë moshë që ishte ajo. E dija që po vlonte, por kisha vendosur një rregull të prerë me veten time. Ajo ishte shoqja e vajzës ime dhe unë nuk kisha ndërmend t'i jepja asnjë lloj hapësire. Sa herë që ajo bënte ndonjë lëvizje për të më tërhequr vëmendjen, unë e injoroja. Ngrihesha nga tavolina, ju thoja që kisha ca punë në obor dhe e lija vetëm me vajzën time. Mendoja se ishte thjesht një teke e moshës dhe e rinisë së saj, dhe se me kalimin e kohës do t'i kalonte. Para 2 vitesh, ajo u martua dhe u largua nga fshati për të jetuar me burrin e saj. Shtëpia jon ra në qetësi dhe mendova se ajo histori kishte përfunduar një herë e mirë. Por prindrit e saj vazhdojnë të jetojnë këtu në fshat. Kështu që ajo, edhe pas martese, vinte shpesh për vizitë në fundjavë dhe siç e kishte zakon, nuk rrinte dot pa ardhur dhe tek shtëpia jon për të takuar vajzën time. Këtu filloi të ndryshonte gjithçka. Pas martesës, ajo nuk ishte më ajo vajza e lëvizshme dhe e zhurmshme që njihja unë. Ishte bërë një grua jashtëzakonisht e bukur. E mbante veten shumë dhe ishte transformuar pothuajse me një pamje krejtësisht tjetër. Martesa i kishte pëlqyer. Kishte një lloj sigurie në vetvete që e bënte shumë tërheqëse. Dhe ajo që e bënte situatën të vështirë për mua ishte se provokimet e saj nuk kishin ndalur. Përkundrazi, tashmë kishin marrë një formë tjetër. Nuk fliste si zakonisht me zë të lartë dhe nuk bënte shaka të kota siç bënte dikur. Tani me provokonte me disa gjeste, por me gojë të heshtur. Kur hynte në shtëpi, me përshëndeste me një zë krejt tjetër. Kujdesej që të ulej gjithmonë përballë meje dhe s'mi hiqte syt, dhe e kisha të pamundur të mos e vija re vëmendjen që po më kushtonte.
Isha një burr I pjekur. Kam jetuar mjaft gjatë, por e pranoj që tërheqja ndaj saj kishte filluar të rritej edhe tek unë nga dita në ditë. Një të shtunë në mesditë, kur s'po dëgjohej asgjë post cicerimave të zogjve, vajza ime kishte shkuar që herët në mëngjes tek dajat e vet në një fshat tjetër dhe më tha që do të kthehej shumë vonë, sepse do të ndalej atje edhe për darkë. Unë isha duke pushuar në dhomën e ndenjes, pasi kisha mbaruar disa punë të vogla e të zakonshme në oborrin tim. Dëgjova derën e jashtme të oborrit që u hap. Nuk prisja njeri. Dola shpejt në korridor dhe eca drejt derës që të shikoja. Hapa derën dhe aty ishte ajo. Nuk e mbaj mend se çfarë kishte veshur, por e di që I rinin shumë bukur. Mirdita, tha ajo me zërin e saj të ëmbël. Mirdita, ja ktheva unë, duke qëndruar tek pragu në mes të derës. Vajza I thash nuk është këtu. Ka shkuar tek dajet e saj dhe do të kthehet shumë vonë. Prita që ajo të kthehej mbrapsht, ashtu siç do të bënte çdo shoqe tjetër. Mirë po ajo qëndroi në vend. Me buzëqeshje e hodhi edhe një hap përpara duke mu ofruar drejt meje. Unë nuk pyeta për vajzën tënde, tha ajo. Ndoshta erdha të shoh se si je ti. Dhe me që qenë ke vetem, besoj se nuk do me lesh jashtë. Të hym të pim një kafe bashk, më tha ajo. Fjalët e saj ishin të pastra. Unë e dija shumë mirë se çfarë po bënte. Por në atë moment, njeri jam dhe unë. Si thash do t'jo. U tërhoqa pak mbrapa dhe I hapa rrugën. Ajo hyri brenda dhe eci drejt dhomës së ndenjes, e unë mbylla derën dhe eca pas saj. Ta shikoja teksa hidhje hapat, ishte e magjishme. Ajo hidhte hapat si një zonjë. I thashte ulej, ndërsa unë shkova në kuzhinë për të bërë atë kafe që më kërkoi. Nuk vënova shumë. I mora kafet dhe u ktheva në dhomën e ndenjes. Ajo ishte ulur në divan, e ndërsa unë zgjodha të rija në këmbë. Doja të mbaja pak distancë dhe unë mbështeta në komodinë, sepse nuk doja t'i ofrohesha shumë. S'ka mësuar të shoh kaq të qetë, apo ndoshta nga që të gjeta vetëm, më tha ajo, duke hedhur shikimin në përdhom, sepse donte edhe ajo të sigurohej që me të vërtet se kishte shoqen aty. Ashtu është, I thash, kështu jam mësuar. Por ajo nuk e preku fare kafen që kisha lënë mbi tavolinë. As që nuk e provoj. Unë kam 2 vite që jam martuar, më tha ajo, dhe dëgjoj çdo ditë ankesat e kota në shtëpinë time. Burri im merret me gjërat e vogla. Mbi të gjitha, nuk ka asnjë lloj vendosmërie. Sa herë që kthehem në fshat dhe të shoh ty, kuptoj se si duhet të jetë një burr I vërtet. Mos fol kështu, I thash unë. Ti ke bërë zgjedhjen tënde, ke jetën tënde dhe unë kam jetën time. Kemi folur dhe herë të tjera për këtë pjesë. Jo, tha ajo, ne nuk kemi folur kur për këtë pjesë. Ti gjithmonë ke ikur. Që kur isha me e re deri sot, ti gjithmonë ke gjetur një justifikim për të dalë nga dhoma kur unë isha këtu. Po sot që s'ka asnjë njeri tjetër, nga do vetesh, më tha ajo. Dhe në atë moment unë ngrit nga divani, e unë qëndroja akoma aty mbështetur tek ajo komodin, pa lëvizur as pak, e ndërsa ajo este ngadalë, duke më ofruar e duke folur si të ishte një sken filmi.
Unë e di që edhe ti e mendon këtë gjë, më tha ajo. E kam parë në çdo vizitë që kam bërë këtu muajt e fundit. E shoh mënyrën se si sillesh kur unë të flas. E shoh se sa në siklet je kur më ke pranë, më tha ajo. Priti thash, unë jam baba i shoqës tënde. Mos u ofro me tepër. Por ajo doli përpara meje. E unë s'kisha nga të shkoja. Me pëlqen kur mundohesh të më mbash larg. Por me mua di që nuk e bën dot më tha ajo. E nuk priti asnjë përgjigje tjetër nga unë, e u ofrua plotësisht, e në momentin që ajo ngriti duart dhe i vendosi mbi shpatullat e mia, u lëshua drejt meje dhe më puthi me plot pasion. S'munda më, asu nuk munda të mbaja me atë distancë që kishta ruajtur për aq shumë vite. E kapa fort dhe ja ktheva puthjen me të njëjtin pasion. Aty, në atë qetësi, vazhdonim duke u puthur. Puthje pas puthje, e njëra pas tjetrës. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.